Do më thonë deri në 70% të operacioneve në ginekologji, ku ju punoni, e onkologji, i kryeni përmes laparoskopisë, gjithsesi metodës së profesor Zemit. Ashtu është. Zonin e nderuar të cilit e kemi këtu. Po. Izolda Zem. Zonin e nderuar Izolda, çfarë ju lidh me doktor Ymerin juve? Mrs. Zolda, what connects you? What relationship do you have with Dr. Ymer? I've known Ymer, I think, well, I don't even want to say how many years because that tells you how old I am. But I've known him very long time. He was one of my husband's greatest protégés. He was very, very excellent student of my late husband. And he took my husband's techniques and has even modernized them. My husband unfortunately passed away 10 years ago. And he has taken the techniques and used modern technology to help bring these techniques right to the forefront. And he's able to do this extremely well in both Munich and in Zurich, which are really the forefronts of laparoscopic surgery today. So it's great that we can now start to do and bring some of this great advancement here to Kosovo. E ke mbajt mend krejt? Besoj. Pra, unë e një zotrin Ymer që shumë vite, me të regu tash që sa vite e kësha të regu edhe sa vjetë që jam, kështu që nuk për të regoj. Na s'kemi pyet të vjetë. Zotri Ymer ka qenë njëri prej protezheve, pra prej nxënësve, prej studentëve më të zgjuar të Profesor Zenit, Profesor Zenit, i cili ka qenë burri im deri ka vdekur para 10 viteve. Zotri Ymer e ka përparu, e ka mësu teknikën që ka zhvillu i burri im dhe e ka avancu edhe më tutje dhe është duke zbatu ato në Munich dhe në Zürich, që janë qendrat botnore të laparoskopisë dhe jemi shumë të nderuar që këtë teknologjit me mujt me pryu edhe në Kosovë. Në Kosovë. Do të vazhdojmë akoma bashkë. Doktor Ymer, si fitohet paraja prej një doktorin përëndim? Lehtë apo vështirë? Shumë vështirë është. Shumë vështirë. Shumë vështirë është. Shumë vite tu kanë dashur të punoj. Sa vite keni punuar atje? 7 vite, 6 vite kam punuar në Zagreb. 20 vite në Gjermani. Tash po bëhen 20 vite në Gjermani. 27 vite gyrbet, goxha. Shumë. Dhe paraja fitohet vështirë. Ja. Çfarë mendoni ju për nivelin e mjekësisë kosovare në lamin tuaj, ginekologji, onkologji? Më pyetje shumë e vështirë. Ju ma përpara tham se unë që 27 vjet nuk jam këto. Nuk di se çush është niveli i onkologjisë këto. Statistikën nuk e kam lexuar, s'kam dhona për Kosovë, çfarë niveli. Dhona statistikore, tamam shëndetësore se nuk kam dhona. Sa pacienta kemi, sa janë të smurë, sa shumë vështirë. Kështu rastet e veçanta janë rastet kështu individuale. Kohëve të fundit po vinë shumë prej Kosovës për mjekim në Gjermani. Përpara kanë ardhur në Zagreb, kur ishme në Zagreb, tash po vinë në Gjermani. Po shihet se kohëve të fundit po rritet trendi i smundjeve onkologjike dhe atje vinë vetëm ata të cilët kanë parë, se medicina në Gjermani edhe në Zvicër është shumë e shtrajt. Mirë po kohëve të fundit ka tendenca rritjen në lamin e onkologjisë. Dhe ju pikërisht shkaku i kësaj rritjes së këtij numri që vinë për të shëruar, keni filluar ndërtimin e një spitali këtu në Kosovë. Për këtë do të flasim më vonë, sepse do të kemi pak relaks, nga se do të na vinë artistët e humorit për të na sjellë momente relaksi. Ftoj në skenë Adnanin, Eshremin dhe Halimin. Shikus të ndëruar mirë mbrama dhe mirë serdhët në emisionin më të ri, zgjedhjet po afrohet, dile dhe t'i frok. Dile dhe ju tjertë. Dilni të gjithë, me dajalar, babalar, nënalar, tezalar. Pra dilni me 3 nëntor se po votohet. Për të debatuar në këtë emision të nxehtë, shumë të nxehtë do të ftojmë më të madhin, frizurën e mirë, më të mirë sa ideali. Gishtin më të shumë përpjet. Pra ftojmë kryeministrin e Kosovës, zotri Hashim Thaçin.
Zoti kryeministër, mirë se erdhët. Mirë, Apollonesh. Jo, fort, jo, mujt. Ku po shkon zoti kryeministër? Ku më harru me që gishtin, po shkoj pe qaj. Quaj. Ka zoti kryeministër me gisht për pjetë, hajde. Faleminderit shumë, zoti kryeministër. Faleminderit për Rahatoni, ftesën. si jeni me shëndet? Mirë, faleminderit, po kalojmë. Çka preferoni për ushqimit? Urna? Për ushqimit, çka preferoni? Farat e kungit, me naj qaja tu këtu, shkon, pse jo. Mirë, shumë. Faleminderit shumë për ftesën. S'ka Atëherë gjo do natën të e mirë. ftojmë. Jo. Mu do këtha faleminderit për ftesën. Ja, faleminderit që okej, keni ardhur okej, dhe të vanë okej. në Uluni, faleminderit shumë. Atëherë për të nxjerrë edhe më shumë këtë emision, do të ftojmë ata që ja kapin mikrofonin përpara. Ata që në Drenicë thrasin Jakupi, kurse këtu në Prishtinë Jakupi. Pra ftojmë zotri Jakup. Po është zotën mos e thirr. Pse kryeministër? Po është zotën mos gabon me thirr. Libër sonë ti çto kënaqëm bojmë llafe. Ja, pas ban, tema është qasisoj zgjedhje. Po është familjen mos e thirr. Haj, ku për mu. Po është kryt e gishtit te mos e thirr. Pas o babre bëjnë gisht kryeministër se te që kem pik dët na. Rrim që to, po kënaqëm në ti blem na i kikëreka na i shtapeqa, kënaqëm. Po unë për veti thira mas Po, pari ty, po. që aj ma baj... Mosh zo... Haj, ku haj... Mos e thirr për mos u pa budall. Që kryeministër, po nuk bëhet debati, nuk zhvillohet... O djalosh bon debati, mos e thirr, t'lutna. Haj, ku për mu... Ftojmë... I budall ti ja... Çka? Kryeministër, debati nuk mund më zhvillu, Po. s'na mund t'ju shka do me të vetën, t'ju shka me të vetë. A fitan. Po, normal se fitoj, normal. Atëherë ftojmë zotri Jakub Krasniqin, Thirrë. Kupa Kosovës 2013. Aty paska? O Hajde! pasha zë ti nuk vi. Haj, ku për mua... Bac Jakub. Jakupovski. Urna. O vallo, hez vi, nuk vi. Po është zotën, hajde. O pasha zoti ta thëjef qafin se zvi. Jakub. Që dërme mi bo pyjtit jashtë do mi, që jashtë dumre me ta mu taku mo? Haj, ku për mua, zëtë, Hajde, apo Jakub. zërë me Jakub. bo mision. Hej, o Bac Jakub, mësë mojë besit fëmija, hajde mësë mojë palidhe. Hajde Jakub. Hajde se dole me pim kaj kafe bashkë. Okej. Hajde. E buri fort. Hajde, që më të të ju Vesh të me shqe po më fort. interesant, ha? Adre me po më interesant. Shumë. Kushan Jakub? Jo, vesh, adin me konë sa ma i Okej, sakt, me okej, konë sa ma i okej, rrellë që okej, mund në okej. kitë. Bac Jakub, Ullënëni. mirë, si pëndini? Mirë, po ndina ta shpak është ta bjen shi. mirë. Rundi filloj, nisja. Jo, rundi nuk ka fillu, hala, fillon me 3 nëntore dhe dihin që që. Unë këtu duhet po të nëcoj qarë dhe i bëjnë thire gjithë qytetarëve. Kësaj radhe, me 3 nëntor do të fitoj gjithkun. Me 3 nëntor do të amuj edhe ligën e kampionëve me topa. E ku pedin? Pra me një fjallë do të fitoj. E ku pedin që kënë këtu? Këto adin Bashkimi Europian, Bruxelli, NATO dhe Baronesha Ketrin. E shton. E din, faleminderit shumë. Edhe një pyetje për dyve që kohëve të fundit është shkep. Që shpe kjep? Kepe? Bac Jakub, edhe ju e dini se nëse i kepe dishka do të mishtin goj këti djali se qashtu thojnë. Ja, nuk po mënej është shkep, po mënej një pyetje është shprenda në media tona se me 3 nëntor në vend, po mënej do të ketë vend votim edhe tek Varrezat, është e vërtet? Nuk është e vërtet, na nuk do t'i bojnë votimet harrar. Votimet do t'jenë normal prej plus 18 e nalt. Aha, po mendoj ata dekni qysh kanë me votu, qysh? Po nësë jenë t'interesum, letë qunë, letë votojnë që dhe të në njëra demokratike. Askona nuk do t'i han. Do me thonë nuk do t'i han e drejta për të votuar si qytetari i Republikës së Kosovës. Qofte Varrezat, qofte komuna, qofte mas komune, mas pose, mas ordinonca. Po pra çdo qytetar ka të drejtë të votojnë zgjedhjet e lira, demokratike dhe ferr. Është e vërtet. Mirë, faleminderit. Pra, në debatin e kaluam kemi folur për shumë komuna të ndryshme, po. që ju keni veç nominuar kërku nuk po përputhon. kryetar të ndryshë, por ju nuk keni rani goje ju dy. Unë nuk muj me rani goj me këto, se kjo ka gojën pak të madhe. Edhe nuk më përshtatet goja me goj. Vac Jakub,
Jo, dini se unë në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon nuk përputhna me gojën e Bacit Jakub. Është e Sepse vërtetë. goja e Bacit Jakub është e marrë prej iniciativës, një material shumë i dopt, kurse goja ime është një gojë e mirë, e madhe, e shkëlqyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gojën e Madonës dhe me gojën e motrave Libohova. Preke hunën, preke hunën. Po, e preke hunën, ja ha. Faleminderit, pra debati veç po vjene po nxehet bile na janë i tel, që asaj termos. Ose heke seldin për rryme se po nxehet shumë.